Ku është ky bunker? Ku ka qenë më saktë? Mu në qendër Tiranës. Ka qenë bunkeri gjerman. Mu në qendër Tiranës. Ata e kishin fortifikuar shumë Tiranën, që është e vërteta. Bile kishin mirosur disa pika të rëndësishme për t'i hedhur në erë. Dhe këtu kishin vendosur një gjerman aty mu në qendër të sheshi Skënderbej. Po pra, po shikoj është bashkia aty. Tani pasi e asgjësuar në atë gjermanin që ishte brenda, se ai edhe pasi kanë forcat gjermane, ai vazhdoi të qëndronte aty. O sa e bukur. Do të thënë, forca gjermane ikën, ai qëndronte dhe qëllonte. Ai qëndroi aty disa orë, edhe qëllonte. Wow. Prandaj partizanët. Pa ai nuk e dinte që kishin mbarë luftën. Po i dinte ai, e mori vesh, po kishte vendosur me vdek, edhe partizanët e rrethuan dhe i gjetën në mënyrë dhe e vranë. Tani janë aty duke e parë atë me këshëri, duke e parë. Njeriu brenda. Jo, nuk e di ai, mund ta kenë marrë, mund të qenë tjerë që kanë ardhur më vonë, po shumë. Asa, ky mund të ketë qenë, ata kanë vënë mina, kanë vënë kudo, mbasi kanë ikur, kanë pasur. Kanë vënë mina, edhe ideja e tyre ishte të hidhin në erë shumë objekte në Tiranë, nuk e arritën dot, në fakt. Me ata shkathrime bën ata, bën bombardime. Po kishin edhe mjete, edhe forca kishin. Jo vetëm gjermanët kanë bombarduar dhe anglo-amerikanët Tiranën. Gabimisht. Ka qenë një gabim 43-shin e kanë bombarduar, po në luftën e Tiranës kanë bombarduar dhe avionët alat, po nuk kanë bombarduar objektet civile. E kuptoj. Kanë bombarduar objekte që ishin të gjermanëve dhe kanë luajtur një rol shumë pozitiv bile. Dakor, njerëz janë vrarë. Jo shqiptarë. Edhe shqiptarë kanë ndodhur në 43-shin kanë ndodhur. Po, tek radio, u qëllua tek radio. Ata thanë gabimisht, po gjithsesi lufta i ka të gjitha. Ku është ky moment? Ky është momenti 28 nëndorit 1944, kur qeveria demokratike e krijuar në Berat, vjen në Tiranë, dhe atë ditë festohet 32 vjetori i pavarësisë dhe dita e çlirimit të Tiranës. U vendos, ai shkruaj me 17, po u vendos të festohej në 28. Me 28 për arsye se edhe bëhej me festën e pavarësisë, ndërkohë edhe ambienti rregullohej, kështu edhe është duke folur aty. Siç e sheh ka një blok me letra që që Elvis kështu, fjala e tij e njohur, e botuar gjithsesi e njohur. Ja, duhet të pyes pak për këto datat. Ka të ngjarë që datat janë vendosur pak në kuptimin, meqense 28-ën e kemi të pavarësisë, të mos i bashkojmë, ta bëjmë 29 çlirimin. Ka të ngjarë të jetë një gjë e tillë? Jo. Jo. Bile ka qenë dëshira, ka qenë e kundërta, këta më kanë konfirmuar veteranët që kanë marrë pjesë në luftën e Shkodrës. Ata më kanë thënë Nikolaj s'po ja kujtoj emrin tani, e të tjerë që kanë marrë pjesë atje, më thonë, ne na thoshin ata komandantët tanë, si komandant batalioni Nikolaj, që o burra ta shirojmë me 28 Shkodrën, se donin ta përsëritin historinë për herë të tretë. Një herë Skënderbeu, një herë Ismail Qemali, tani e treta e vërteta. Mirë po, që e pamundur. Nuk është se ishte lufta nuk ka thjesht vetëm dëshirë. Gjermanët ishin aty në Kala, kishin vendosur që me koha do një artilleri shumë fuqishme. Në Kala? Po, në Kala, po edhe në vendet e tjera kishin fortifikuar dhe me gjithë sulmet që bën forcat partizane nuk arritën dot të hynin brenda në qytet. Me datën 28 pasdite ata filluan të tërheqen. Me 28 pasdite. Për arsye, është arsye e thjeshtë duket, se me 28 u hap ura e Bjoqës në Malzi. Një urë e Bjoqës që kalon, me thonë, është mbi lumin Maraqa, forcat partizane jugoslave kishin bombarduar dhe gjithë kolona gjermane nga Bjoqja e deri në Shkodër kishte merr në rrugë. Shkodra ishte pika fundore e gjermanëve. Pika fundore. Tani, me 28, kur u hap ajo, filloi kolona të lëviz përpara. Po nuk mund me një herë të kalonin edhe këta përpara, se si ishte kishin 3.000-4.000 forca gjermane ishin grumbulluar në Shkodër. Shkodër. Po plus edhe disa tjera të këtyre kolaboracionistëve tonë, Shkodra ishte e mbushur brenda me forca. Partizanët ishin 6.000 forca partizane që luftuan. Dhe çlirimi i vërtet ka ndodhur në mëngjes të datës 29. Ka nikur të fundit, domethënë, në 29. Ka nikur të fundit për pavia gjermane, ka ikur e fundit dhe në orën 2 të natës, ajo është ndeshur, mu afër që në gjytë me qytetin, Ura Magjarit që dhe, është ndeshur me forcat e Brigadës 22. Brigadës 22 dhe Tiranës. Dhe kanë bërë luftë. Dhe Brigadës 22 ka vrarë disa prej tyre, prapavis, dhe ka zënë 30 robër. Mes tjera është edhe Hansin, një nga komandantët të kësaj prapavie. Dhe kemi majtur në burg deri në 53-shin këtu. Atëherë liru Hansi e ka shkruar.
Ta dëgjoj pak të historinë. Do me thënë, njëri prej njerëzve të kapur robë në 29 nëntor 44 është Hans, nuk ka di emrin tani, po Hans quhe, komandanti, edhe ka bërë burg Shqipëri deri në 53. Deri në 53, ka dalë ai në gjykim, është gjykuar? Me siguri. Me siguri dhe të nuar. Pastaj e ka ndërguar në Gjermani në 53-ën, është shkëmbyer. Edhe deri në 56-ën ka pas lirimi përfundimtar ka ndodhur në 56-ën. Kur Adenaueri dhe Ushovi u morën vesh me njëri tjetrin më në fund që robërit e dy palëve të shkëmbeheshin. Në Bashkimin Sovjetik ishte mira, qindra mira robër. Kështu që edhe Shqipëria u detyrua disa që i kishte hala, për shembull El Sako, që ishte sekretarja e generalit më të madh në Tiranë, ishte zënë rob duke shkuar në Kosovë. Ishte një autokolon me makina dhe partizan e sulmuan, e brigadës 5 dhe brigadës Lumës, e sulmuan dhe zunë rob 3 gra. Njëra nga këta ishte El Sako që ishte sekretarja. Gjermanët bën përpjekje që të mund t'i shkëmbeni. Edhe partizanët, edhe shtabi përgjithshëm ishte dakord, që të mund të bëjë një shkëmbim. Dhe u kërkuan që të lironin 104 partizanët që i kishin marrë, 104 shqiptarë, se ishin gjithë partizan, ishin njerëz thjesht, kishin arrestuar në Tiranë, në Shkodër, në Durrës, edhe quar në Prishtinë, kampin e Prishtinës. Kampi i Prishtinës ishte një kamp vdekje. Traftativat me to nuk shkuan ashtu si duhej, ata që bën. Pa i përfundu këto traktiva, i vranë. Njëherë vranë 26 prej tyre, pas ta vranë 50 tjetër, një dy veta mundën me shpëtuar. I vranë, të gjithë. Edhe sot, her pas here, vit për vit, shkojnë pasarësit tonë, veteranëve e të tjerë, shkojnë qoftë në Kukës, te ure e Lumës, aty ku janë vrarë këto 26, po edhe si vjetë ishin edhe në Prishtinë ku? Në Prishtinë, në kodrën e diellit. Te kodra e diellit? Po, aty ka qenë atëherë kampi. I Gjermanëve aty ku vranë? Një kamp pune shumë i rëndë. Dhe ata i vranë robërit shqiptarë? I vranë. Ndërkohë, çfarë bëm ne me robërit që do këmbenim? Ne i majtëm ato. Më fal, ku është këtu në Kukës jemi? Kjo është brigada 24 të Kukës. Në Kukës, po. E vura, sepse siç e sheh është si një lule bukur që ka mbirë mes maleve. Dhe dhe është e tanishme, si vjetëshme. Çfarë bu me Elsën, me sekretaren? E liruan këto dhe iku, ajo në Gjermaninë lindore, perëndimore. Kur? Më pas? 56. 56 në liru ajo. Gjithë të kohë ka qenë në burgjet shqiptare. Po kanë qenë, po kanë punuar. Ne ata Gjermanë që i kishim këtu në burgje, i kishim vënë shtetin punë. Kjo praktik ndishte në gjithë vendet e botës. Që këta njerëzit e kapur rob punonin? Po të punonin, se tani kuptim kishte që të mos punonin, sepse këta kishin shkatruar boll. Tani s'paku një pjesë ta kompensonin. Çfarë pune bënte Hans për shembull? Hans dhe, që e ilse, nuk e di, nuk e majme. Po bënë punë bujqësi, për shembull, ndërtonin ura. Ka dhe i filmtonin që flet për ndërtimin e urës. Dhe ura që shkatruan fillon të disa ura, jo të gjitha. Ndërkohë, Hansi bie që tjetë dëshmitar, ai ka qenë dëshmitar i faktit që iku në 29. Po patjetër, edhe kjo ka shkruar edhe kjo. Edhe ajo ka bërë kujtime. Po, ka shkruar kujtime, Pra, i kemi në Shqip këto kujtime jo? Nuk e di. Ndërkohë Gjermanët, në dokumentet e tyre, dhe kjo është shumë e rëndësishme, kanë thënë hapur që atëherë në raportet që i dërgonin çdo ditë komandës lartë Wehrmachtit në Berlin. Unë dhe kolegët e mi kemi parë, që janë botuar edhe në internet ato. Thonë hapur, 29 nëntor liruam Shkodrën. U tërhoqëm nga Shkodra, është e saktë. Mbi gjitha, është edhe një tjetër. Negris ishte një nga këto drejtuesit fetar të Kishës Katolike, ishte në Shkodër. Ai, po atë datë, me 29, pas dite ka bërë një letër Kishës Katolike në Rom. E i thot, sot në 4:30 ikën Gjermanët. Tekstualisht. E kuptaj. Negris nuk kishte në interes. Ti ashtu këto gjëra. Përkundër. Edhe dokumenti i tij origjinal, letra e tij origjinale është në arkivet tona. Po, dua të flas pak për shlirimin e Tiranës. Tani i kaluam ato fotot, po të lutem rikthejeni një herë. Po të them edhe një të fundit. Po. Ndërkohë regjia më rikthen fotot. Kishe ato fotot para pak. Ato fotot që dukeshin si pikturat e Ramës, në fakt ishin jo mbaj këtë se edhe kjo kanë. Tiranës. Kjo, po. Edhe kjo kanë. Po, me 29 dorë të 44-s, Mehmet Shehu ishte përpara Dajtit, hotelit që. Po. Edhe aty gjen Muhamet Prodani. Muhameti ishte komandant i brigadës së parë, pas selam Mehmeti ky u bë komandant i brigadës së parë. Ai thot, hajde Muhamet, do të hym te komandanti. Enver Hoxha kishte vënë zyrën aty. Po. Po mirë, a do hyn.
Sa hym atje, thot Muhameti, në kujtimet e tij, kujtimet cilat ja ka marrë një gazetar i ushtrisë, Duka me mbiemër, Apostol Luka, vllai Arben Dukës, pa Apostoli ka qenë gazetar i nivelit lartë. Dhe profesor Milo i ka vlerësuar shumë këto intervista që u ka bërë atyre, i ka bërë intervista me të vërtet profesionale. Dhe thot shu, ky Muhameti, hym atje dhe komandanti na tha që ja tani merr një radiogram nga Tahir Kadareja, ishte komandanti i divizionit 2, e më njofton se Shkodra u shirua. Edhe ja radiogrami thot. E kemi pa me sytë tonë, thot. Pa. Pastaj prej aty kjo fjalë shkoi te na konspiruar e shpallin në atë tubimin, mitingun që ishte bërë, se rinia po festonte pavarësinë. E kuptoj. Dhe çlimin e Tiranës ishte shpallur 3 ditë festa, me rast të çlimit të Tiranës dhe pavarësisë kombëtare.